Dhe ndërkohë Hamasi, sot ka bërë takimin për e të parë me bordin e paqes, i ka bërë kërkesë Iranit pra zyra Hamasit Khaled Meshari që është në Katar, i ka bërë kërkesë Iranit të mos sulmojë vendet vllazërore arabe. Kjo ishte interesante. Kjo konfirmon atë që unë kam thënë që në ditën që Hamasi nuk ishte në komandën e Iranit, por në komandën e vendeve arabe. Edhe iranianët e pranuan më vonë. Dhe që 7 tetori, origjinën nuk duhet ta gjejmë në Iran, po duhet ta gjejmë tek vendet arabe dhe tek objektet e tyre strategjike. Tash pse vendet arabe pas kanë pas drejt dhe ato? Nëse Izraeli ka pas drejt kur thoshte unë duhet ta prish, i thoshte Amerikës duhet ta prishni marrëveshjen për armët bërthamore në 2018 me Iranin, sepse Irani ka zhvilluar një sistem raketor të paimagjinueshëm, ne thonim duket si një pretendim i tepërt i Izraelit. Në fakt, Izraeli ka pas drejt dhe ne po e shohim me sytë tonë sot. Por në anën tjetër, Arabia Saudite, Emiratet, Katari, Bahreini dhe Kuwaiti, edhe Omani nëse do duam, kanë të drejtë atëherë kur kërkojnë që nëse gjenden mes dy fuqive që kanë fuqi bërthamore edhe raketore, që është Izraeli, Irani, po edhe Pakistani, dhe këta janë mes, atëherë lind edhe drejta këtyre të kërkojnë edhe sisteme mbrojtëse, por edhe deterrentin bërthamor të cilin nuk e kanë. Pra, këtu hapet kutia e Pandorës, e cila në fakt duke sikur quhet mbyllur me marrëveshjet abrahamike në mandatin e parë të zotit Trump, dhe në mandatin e dytë të zotit Trump, me këtë luftë që filloi 3 javë më parë, hapet kutia e Pandorës për gjithë rajonin, e pse jo për gjithë botën.